Një botë e tërë të pret, o muaj i bekuar i Ramazanit. Ashtu si shpret me padurim pacienti sëmur mjekun për ta vizituar e për t'i dhënë mjekimin e duhur për t'u shëruar, ashtu të presim o mik i Zotit o Ramazan. Ne kemi nevojë për ty më shumë se kurdo herë tjetër. Sprovat dhe belat na janë shtuar, prandaj me padurim presim që të vish e me mëshirën, faljen dhe lehtësimin nga Allahu i lartësuar të gjithëve të na përfshish. Eja që të na tregosh se vetmja streh ku mund të kërkojmë mbrojtje e siguri është vetëm Allahu. Eja që të na e vërtetosh se ai që është më pranë nesh është ai që na krijoi, që e përsosi krijimin ton, e që dëgjon e di çdo hall, shqetësim e nevojë tonën. Eja që të na e shfaqesh dashurinë dhe kujdesin e krijuesit për krijesat e tij mëkatare, për robërit e tij nevojtar. Çdo ditë më tepër po dëshmojmë dobësinë tonë dhe nevojën e madhe dhe të pandërprerë për ndihmën e Zotit të Gjithfuqishëm. Prandaj, eja o Ramazan, që bashkë me ty të zbres në mesin tonë dhe mbështetje e pakursyre dhuruesit që dhuron pa kufi për këdo, e bujarit që fale mëshiron gjatë ditëve të tua më shumë se në çdo kohë tjetër të vitit. Eja o Ramazan për të na ndërgjegjësuar se ashtu siç i ke ti ditët e numëruara, ashtu edhe kjo dynja i ka ditët apo vitet e paracaktuara për secilin prej nesh. Eja për të na e vërtetuar se ne nuk jemi pronar të kësaj bote e as nuk jemi të përjetshëm në të. Eja për të na e kujtuar atë që e haruam gjatë mungesës tënde, shpirtin ton. Ushqyem trupin pa ndalim e nuk u kujtuam për më të rëndësishmin, katalizatorin e zemrave tona. Eja që të na nxitesh për të forcuar lidhjet tona me atë, me Allahun, që nuk na haroi asnjë çast, ndërsa ne për të u kujtuam shumë pak. Eja o Ramazan për të na gjallëruar nga vdekja letargjike që na ka kapluar. Eja për të na zgjuar nga gjumi dhe shkujdesja që na ka pushtuar. Eja dhe na fresko me fladin tënd. Eja dhe na parfumos me aromën tënde. Eja dhe jepi shije ditëve dhe netëve tona të hidhura. Eja dhe na çliron nga prangat e robërisë vetvetes. Eja dhe na jep lirin që na mungon. Një botë e tërë të thret, të vishet trokasësh në çdo derë që qëndron hapur e pret ardhjen tënde të begat. Eja dhe jepi jetë xhamive tona të përmalluara për këndimin e Kuranit, për safet e besimtarve, për sejdët e tyre, për namazin e taravive, për namazin e natës. Eja që ta shijojmë ëmbëlsinë e iftareve të tua që nuk krahasohet me asnjë iftar jashteje. Eja dhe begatoj sofrat tona të iftarit dhe të syfyrit. Ty po të pret edhe Kurani që të shfletohet, të lexohet, e të këndohet më shpesh se në çdo muaj tjetër nga myslimanët anë kënd botës. Sepse ti je muaji i Kuranit. Eja dhe na largo për pak kohë nga celularët tanë, nga rrjetet sociale, nga ekranet e televizorëve, të cilët na janë ngjitur pas e nuk na shqiten, na kanë infektuar aq shumë sa që s'po heqim dorë kollaj prej tyre. Kemi krijuar varësi ndaj tyre e po u japim kohë të pameritueshme në vend që këtë kohë t'ja jepnim punëve tona më me vlerë dhe më të dobishme. Prandaj eja dhe na i hap sytë dhe mendjen që t'i kushtojmë rëndësi dhe vëmendje prioriteteve dhe përparësive të tua o muaj i bekuar. Ne jemi të rënduar me plot gjunahe, por duke ditur që ditët e tua ofrojnë falje, lutim Zotin të mos na privoj nga falja e tij. Ne e dim që ti mban ditë gjatë të cilave ofrohet amnisti nga zjarri i xhehenemit. Prandaj zemrat na rrahin fort nga shpresa e madhe se edhe ne mund të shpëtojmë nga prangat e ferit të përjetshëm. Prandaj duam t'i përjetojmë ato ditë e të bëjmë maksimumin për ta fituar mëshirën e Zotit. Çdo punë e mirë dhe çdo adhurim brenda teje merr tjetër vlerë dhe shpërblim të shumë fishuar. Prandaj lutjet tona për të mos humbur nuk doreshtin derisa të mbërish tek ne e derisa të na jepet mundësia që të përfitojmë nga çdo mirësi që ti sjell e nga çdo shpërblim që Zoti jep nëpërmjet teje. Thesaret e tua janë aq të shumta sa që mjaftojnë e teprojnë për çdo që i synon e rend drejt tyre. Ti nuk mbart vetëm ditë të dalluara nga të tjerat, por në gjirin tënd ndodhet edhe nata më e çmuar e netëve të vitit, ajo që barazvlerësohet sa një jetë, ajo që ka marrë emrin mbretëresha e netëve, ajo që është më e mirë se plot 1000 muaj bashk, nata e Kadrit. E kush nuk do të donte një natë Kadri më shumë në jetën e tij, por jo për ta kaluar njësoj si netët e tjera.
Ashtu si që veçoj Allahu në mesin e netëve, ashtu edhe ne ta manifestoj me lexim Kurani, përmendje të Allahut, lutje drejtuar atij për gjithçka që na shqetëson në këtë botë, për gjithçka kemi nevojë, për falje mëkatesh, për pendim ndaj gabimeve të panumërta që na kanë rënduar mbi shpinë, të kërkojmë xhennetin dhe çdo punë që na afron drejt tij, të kërkojmë shpëtim prej zjarrit dhe distancim nga çdo vepër që na shpihet drejt tij. O Allah, ti që na njeh më mirë se çdo kush tjetër, që di të brendshmen tonë dhe atë çfarë shfaqim, na jep jetë që të arrijmë Ramazanin, të agjërojmë atë siç ti ke urdhëruar, mos na privo nga kjo mundësi e artë, të cilën kemi një vit që e presim me shpresë se do të përmirësohemi gjatë tij, e do të jemi të denjë e të meritueshëm për faljen tënde. Amin.